Tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe Gjermanisë janë rritur ndjeshëm pas një përplasjeje të fortë mes presidentit amerikan Donald Trump dhe kancelarit gjerman Friedrich Merz. Gjithçka nisi kur Merz kritikoi publikisht administratën amerikane, duke deklaruar se SBA po poshtërohej nga Irani në tryezën e negociatave në përpjekjet për të zgjidhur krizën dhe për të rihapur ngushticën strategjike të Hormuzit. Reagimi i Trump erdhi menjëherë. Në një postim në rrjetin social Truth Social, ai bëri të ditur se administrata e tij po shqyrton mundësinë e reduktimit të trupave amerikane të vendosura në Gjermani, një vendim që sipas tij mund të merret brenda një kohe të shkurtër. Kancelari gjerman kishte theksuar se pala iraniane po tregonte aftësi të larta në negociata, madje duke ironizuar se amerikanët po detyroheshin të udhëtonin drejt Islamabadit pa arritur rezultate konkrete. Një ditë më pas, Merz i përsëriti kritikat, duke shtuar se Europa po vuan pasojat e drejtpërdrejta të mbylljes së ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe për tregtinë globale të energjisë. Nga ana tjetër, presidenti Trump e akuzoi kancelarin gjerman se po mban një qendrim të butë ndaj Iranit, madje duke pretenduar se ai konsideron të pranueshme posedimin e armëve bërthamore nga Teherani. Trump deklaroi se Merz nuk e di se për çfarë po flet. Situata bëhet edhe më e ndërlikuar nga fakti se bisedimet mes SBA-s dhe Iranit janë bllokuar, pasi Trump anuloi një tjetër raund negociatash në Islamabad javën e kaluar. Në kulmin e kësaj përplasjeje, presidenti amerikan hodhi edhe një tjetër deklaratë të fortë, duke sugjeruar mundësinë e tërheqjes së SBA-s nga NATO, me argumentin se aleatët evropian nuk i janë bashkuar Washingtonit dhe Izraelit në përballjen me Iranin.